Dhuna online është kthyer në një nga sfidat më të dukshme të kohëve të fundit, duke prekur çdo ditë qindra të rinj dhe të reja, nga ngacmimet e kërcënimet apo përndjekja virtuale. Por si është përballesh realisht me një situatë të tillë, sa e vështirë është të shkëputesh dhe çfarë rreziqesh mbar kjo formë dhune që ndodh pas ekranit. Për ta kuptuar nga afër, Elbasanio realizoi një intervistë me një vajzë që vendosi trofej për vojën e saj, ndërsa identiteti mbetet anonim. Një mbrëmje më vjen në Snapchat një mesazh. E di ku je, do të të gjej. Më thash mos ishte ndonjë shoqja ime, mos po bën të shaka, dhe i kthej përgjigje për të ashtu muhabetin. Kur më dërgon mua një foto të lokacionit tim me hartë. Aty u friksova, i thash, i shkruajta se shoqes time, moj mos po bën, po tallesh me mua, mos po bën ndonjë prank, ndonjë shaka. Jo, tha ajo, madje mu betua. E më shkruan prapë këy madje me adresat me emrat të ngjashëm, ose edhe unë i bëja blok këtyre adresave dhe më shkruante pastaj me adresa të tjera, si për shembull ta di shtëpinë me emra të tillë si ta di shtëpinë, ose më kthe përgjigje, ose pos më ktheve përgjigje do të gjej, ose hajde takohemi. Më fuste nëpër grupe anonime. Unë aty u tremba se po ndihesha e përndjekur. Flija çdo natë me ankth, nuk dija ç'a të bëj. A ju drejtove dikujt për ndihmë? Dhe i herë të shoqen time të mbush telefonin, thash, të lutem, shiko se kshu e kam hallin, pa ajo çfarë zile do më jepte se ajo një moshë me mua nuk do dinte as ajo si të pronte. Edhe më sugjeroi ti thosha mamit. Edhe kur i thash mamit, mami më tha që po të dërgoj dhe qoftë një mesazh vetëm do të denoncojmë polici. Edhe fillon që më shkruan në Instagram ky tipi prap. E di se ku je, do të të gjej. Unë kapa me screenshot gjitha mesazhet e këtij që kisha prova. Kisha prova për t'i treguar në polici. Edhe ikëm bashkë me mamin në polici e denoncum. Çfarë masash ndërmori policia pas denoncimit? Thjesht e di që është kapur, është gjetur, po nuk i ka ndodhur asnjë gjë më tutje, po mua më ka lënë rehat. Është trem mbase nga denoncimi. Tashmë kjo situatë ka kaluar fatmirësisht, por mund më thuash çfarë ke ndjerë në atë periudhë? Një eksperiencë që ta mbaj mend, o zot, flija çdo natë me ankth. Periudha më e keqe, më të tmerrshme e jetës time. A ke një mesazh për gjithë bashkëmoshatarët e tu që mund të përballen me një situatë të ngjashme? Që të mos pranojnë as edhe një adresë që nuk e njohin, as edhe një akaunt që nuk e njohin, ose edhe po e pranon po i erdhi qoftë edhe një mesazh që ta ndajnë me prindrit, me të afërmit, të denoncojnë, ta kapin screenshot, se bëhet serioze gjëja, bëhet e frikshme, bëhet e tmerrshme, është e paimagjinueshme ta mendosh të flesh për natë me ankthin që dikush po të përndjek. Sot është bërë gjë e frikshme, askujt nuk mund t'i besohet në internet, kështu që ju lutem, të thojni prindërve, thojni, flisni, mos i pranoni, ju lutem, se do pëthoni që kam pësuta unë.